9. Data 9 gusht 2026. Një ditë shumë e rëndësishme kjo ditë e diel, një ditë që është ditë e rëndësishme astrologjike sepse Mërkuri futet në Luan në orën 18:29 me orën tonë. Mërkuri është planeti i meditimit, i fjalës, i ndikimit dhe jo vetëm kaq, por meqense në Luan fjala bëhet më e fortë, ka të bëjë me marrëveshje, lajme, komunikime, ndryshime të mëdha dhe jo vetëm. Por kjo do thotë edhe disa ndryshime të tjera që vijnë drejt këtyre gjërave, sepse komunikimi është emocional dhe zëri kërkon të dëgjohet. Duke theksuar qartë se Mërkuri nuk është në retrograd gjatë kësaj periudhe, kjo do të thotë se bisedat, idetë, prezantimet, projektet, kryese njoftime, intervista, shkrime, fjalime dhe shumë gjëra të tjera janë në ndikimin më të mirë të mundshëm të qenë ndonjëherë, sepse stabilizojnë, konkretizojnë gjëra të rëndësishme. Por gjithashtu duke theksuar qartë se Mërkuri ndikimi më i madh ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë edhe me bisedimet që të rreqin vëmendjen, kur ka të bëjnë edhe me çështje të mëdha që lidhet me punën, që lidhet edhe me disa vendime që marrin tani tutje. Më të ndikuar nga hyrja e Mërkurit në Luan, do të thotë janë Luani, Ujori, Demi dhe Akrepi, sidomos të 10 diqit parë. Fillimisht ata që kanë ascendente në këto shenja. Luani, për Luanin kjo sjell